Dy nga titullarët e sezonit të kaluar, portieri Leon Pols dhe fantazisti Sherif Kallaku janë shumë pranë mbylljes së aventurës së tyre me Vllaznin. Kjo situatë vjen vetëm pak javë pasi klubi Shkodran zyrtarizoi rinovimin e kontratave të dy futbollistëve deri në verën e vitit 2027. Sipas informacioneve të siguruara nga Star Plus, si portieri gjerman Leon Pols ashtu dhe fantazisti Sherif Kallaku nuk do të jenë më në dispozicion të stafit teknik dhe trajnerit Edi Martini për sezonin e ri. Për këtë arsye palët kanë arritur një marrëveshje për transferimin e tyre, ndërsa zyrtarizimi mund të vijë në ditët në vazhdim. Burime plan klubit bën me dije se Vllaznia pritet të përfitojë dhe financiarisht nga këto dy lëvizje. Portieri Leon Pols është pranë transferimit te klubi moldav Sheriff Tiraspol, ndërsa Sherif Kallaku pritet të vazhdojë karrierën tek Teuta dhe shkodranët që do të arkëtojnë një shumë rreth 120.000 euro nga kartonat e të dy futbollistëve. Nëse transferimet do të finalizohen, Vllaznia do të humbas dy futbollistë me peshë në formacionin e sezonit të kaluar, por njëkohësisht do sigurojë të ardhurat që mund të investohen në afrimet e radhës. Drejtuesit kuqeblu pritet të lëvizin shpejt në merkato për të plotësuar boshllëqet e krijuara, ndërsa mbetet vetëm çështje kohe për zyrtarizimin e dy largimeve.